Qysh kalove sot e qika jem? Mirë. A veç mira? Po mirë, ojna. Qa kina me ongoj bi për iftar? Hajtë se dale marrë ka një sandviq. Qysh a veç sandviq, a? Po hajtë ojna, se ashtu kështu vetë sot jam të dosh ma gjëru. Qysh më i qik veç sot? Qule na telefon. Ojna, ku është esenca agjërimit tash? Oj, qka jeme? Këto janë sprova. Nuk do të më lidha agjerimi me sprova të kësaj dunjaje. Edhe mu, mungon shumë. Edhe është Ramazani parë pa ta. E di. Nuk është Ramazani i njëjtë pa ta. Shka me po. Tani nuk ka asnjë kuptim për mua agjërimi. Po i shpi. Bish durim qka je. S'kena shumë me po. Durim. Veç këtë e thu. Ku është esenca? Ki drejt, oj bi. Ki drejt për mërzit. Është njerëzore. Nuk do të mja na shkalu gjanat me rëndësi për shkak një sprove. Nuk ka e lehtë. Nuk ka hiq e lehtë me hup një dashur. Po dush me kone fort që ka jem. Nëse ti nuk lutesh për babën, kush e ban këta? Po ojna, sikur na... Mos e thuj mo këtë fjallën sikur. Ngam, Muhameti a.s. ka thonën, besimtari fort është më i dashur të Allahu Gjeleshanu, se sa besimtari që është i dopt. Edhe nëse të godet dishka, mos e thuj sikur ta kisha bo kështu. Po thuj se qështu e pa caktu Allahu. E kjo fjalla sikur ja hap derën shejtanit. Qika jem. Gjona që nuk më varën prej neve, nuk duhen me kanë për ngesë për në vazhdo jeta. Na duhet me heqë për para. Qka me non? A e ka mu në letë? Ha? E di ojna, po... Edhe unë nuk jam aq e fort që këtë sprova mos me ndiku një jetën tënë. Ti je shumë e fort që ka jem. E di këta, ti je ma e fort se unë. Në dyja, e kena njëna tjetërën. Po mbi gjitha e kemi Allahun që në mbron. Nuk duhet mu mërzit e vlan. Hajde vlan. Hajde që ka jeme, bano e fort. A nuk është kjo muj që na do të mu lut për babën? Mu lut që në ditë t'jena së bashku në gjenet. Hajde që. Pëskoj. Hajde. Ojna, nuk po di që ka me bo qysh me e kalu këtë situatë. Po më djek shpirti. A ti shinon a lëtë. Na kena më shtetë vetëm të Allahu, edhe do t'a vërtetosh se sa le do t'a kaloj në këtë situatë. Qysh ka thënë Zoti në Kuran? Në bazë vështërsis, vjen lehtësimi. Kur Zoti e do një njeri, edhe e sprovon ata. Vetëm t'a bon më të fortë. Nuk e di qysh ka me përballu. Nëse më poshtë dhimbja. Bi, kjo dhimbje dhe kjo sprovë
nuk ka ardhur për më të py, po më të mësu si me hec edhe zemra kur dhem. Baba yt nuk don që ti ta humbasosh rrugën edhe pse ki dhimbje. Non, ki drejt. Unë paroj në herë që atë nuk e upën me vërtet. Ajo është qesh me një botë tjetër, edhe një ditë inshallah kena më taku me ta. Qashtu bi. Deri atëherë, na do ta kujtojna vetëm me dashuri e me vepra të mira. Oj, qika jam? Shka menon ti? Bojna ka një sendviç që i ka pas qefra me t'lija. E bojnë, me shpejcat pjekt edhe me djath. Ani. Vashtë që ka dosh babi. Hajde, qika jeme. Hajde, bojna. Që djathin? Bjerë me dhe specat? Që që aty poshtë i lash? Bashkë që i ka pas qefra me t'lija, ka më na kënaq. Po mësoj që sprova nuk është ajo që humba. Sprova është si po jetoj pasi e humba. Ka momente kur ri këtu, e heshtur, dhe mendoj se askush nuk e kupton sa zhurmë ka brenda meje. Përballë meje është nëna ime. Ajo nuk flet shumë. Vetëm gatuan dhe përpiqet të buzëqesh. Ndoshta edhe ajo ka frikë, si unë. Po mësoj që lutja nuk është gjithmonë fjalë. Lutja është të qëndrosh, të mos ikësh, të mos dorëzohesh. Kur ngre kokën dhe shoh tryezën, edhe sot është gati, edhe pa të. Kjo shtëpi nuk është bosh, është plot me mungesë, por edhe me dashuri. Durimi nuk është të jesh e fortë gjithë kohën. Durimi është të pranosh që sot nuk je mirë, por prapë po vazhdon. Kam një nën, kam një shtëpi, kam kujtime që dhëmbin, por nuk dua t'i humbas. Sepse nëse i humbas edhe kujtimet, atëherë vërtet humbas gjithçka. Më mungon babi, çdo ditë. Ka ditë kur dua të ndalem së besuari. Ka ditë kur pyes pse. Por sot po e zgjedh ndryshe. Po zgjedh ta dua pa u shkatruar. Ai nuk është vetëm në varr, ai është në këtë shtëpi. Këtu me ne. Në mënyrën si qeshim, ham, kjo nuk është të fundi i dashurisë. Është forma e saj e re. Edhe nëse dikush nga ju po mban një dhimbje si timen, ju lutem, mos u mbyllni. Nuk jeni vetëm. Edhe unë po mësoj ende, por sonte po vazhdoj. Bismillahirrahmanirrahim. Falenderojmë Zotin fuqiplot. Ai është i vetmi që meriton falënderim. Ai është i pari pa fillim, ai është i fundit i pa mbarim. Përshëndetjet selamet qofshin për mësuesin e njerëzisë, Muhammed Mustafan sallallahu alaihi wasallam. Edhe sonte sofra e iftarit ishte përplot me begati, me ushqime të lloj-llojshme, me pije të ndryshme.
Ngrohtësia e shtëpisë ishte në nivelin e duhur. Mirë po, një karrig ishte bosh. Aty po mungon më i dashuri ynë, i cili para disa ditëve na ka ndruar jetë. Ai është prindi ynë, që si rezultat i tij pas Zotit jemi ne, është edukata jonë, është formimi ynë, është pasuria jonë. Mungesa e tij na bën që gjithmonë edhe në këto momente ta kujtojmë. Ti u lutëm Zotit për shpirtin e tina dhe gjithmonë ta përdormi këshillën e tij, i cili gjithherë na ka këshillu duke na thënë: një ditë nuk do t'jem fizikisht, mirë po shpresoj që mos të harrohem tek ju. Është begati e madhe që ne sot po lutemi për të në këtë sofër të iftarit. Kemi familje të tjera që në sofrën e iftarit pret me vite një më të dashur të tyre që nga lufta nuk është kthy. Është nga të pagjeturit ende. Dhe gjithherë mendja është të dera, të dritarja, të telefonit, të zilja, mos po ka ndonjë lajm për të. Edhe në këtë moment, ata janë pjesë e sofrës tonë, e mendjes tonë, e ndjenjave dhe e lutjeve tona. Por, në këto momente iftari, këto momente të begata, duhet gjithmonë të kujtojmë edhe një gjë. Njerëzit të cilët i kemi, t'u adim vlerën, t'i nderojmë, t'i respektojmë, t'i vlerësojmë, t'i ndëgjojmë, t'i marrim këshillat e tyre. Një ditë do të bëhet vonë, një ditë do t'i kujtojmë mungesën e tyre, e jona është ta shfrytëzojmë çdo moment me ta, ti vlerësojmë në formën më të mirë të mundur. Të dashurit e mi, sot, familjet e tona janë përplot me njerëz të suksesshëm, me njerëz që kanë lanë dhe kanë gjurmë të mira pozitive. Ne nuk jemi t'i vlerësu sa duhet. Bile ka ardhur koha disa t'i lavdrojmë pasi që të vdesin, pasi që të ndrojnë një jetë. E ne kemi obligim nga Zoti që t'i falenderojmë, e t'i vlerësojmë e t'i ndëgjojmë sa i kemi gjallë. Bota nuk vun nga njerëzit e këqij. Bota vun nga njerëzit e mirë, të cilët heshtin dhe të cilët nuk po e marrin respektin dhe vlerësimin e duhur. Andaj, të mirët duhet të nxjerrën në pa. Të mirët duhet t'i përmendim emrat e tyre, punët dhe veprat e tyre. Ata shpesh janë të heshtur dhe shumë të heshtur janë, mirë po puna tyre është gjithmonë në lëvizje. Dashurit e mi, shumë nga familjarët e tanë kanë lanë gjurmë të pashlyeshme në jetën tonë, në dynjan tonë. Mirë po, sa i kemi pasën afër, jo dhe aq u a kemi ditë vlerën. Tu a dim vlerën atyre vëllezërve, atyre motrave, që për momentin nuk i kemi në sofrën e iftarit, mirë po i kemi dikun në gurbet, i kemi dikun me punë, cilët janë larg shtëpisë. Ata janë infuzioni jonë. Ata duhet t'jenë pjesë e pandalshme e mendjes tonë, e shpirtit tonë, e punës dhe e veprimtarisë tonë. Andaj,
Dhash Zoti, që këto mirësi dhe begati që i kemi, ta kujtojmë edhe begatin më të madhe që njerëzit më me vlerë i kemi afër. Ti nderojmë dhe respektojmë, mirë po nëse ndonjëri nga ta nuk e kemi afër, na mungon, gjithherë të lutemi për të, ta kujtojmë atë dhe ta nxjerrmi në pa veprimtarinë e tyre. Allahu na përdort për hajër dhe për të mirë. Walhamdulillahi Rabbil alamin.